Qikën e kom Gjermani, i ka 7 shpija. Ja këshyri o burën, ja kositi, ja nërici, ja vaditi, ka pris krejt. Une, 50 erës me qenë mujtë. E pësa? As 3-4 mujtë shme qenë. Ta e bën për... Une e bojnë se e kom qikë. Normalisht. Ajo son student dhe me qua 7 shpija i ka, i merë 30 me herë me sigurinë mujtë. I kom lonjë 2 herë atër i kom thonë, ani, po, bëllëm shku në deti, thana, po vjen. Tha se asë me juve në deti, fjale e rane e gjatit. Vëllohi, nuk dën, diska o nërvëzu në muë, diska një. Akë mja sotit me zvetë. Përshëndetje, a mendon që duhet me i lunë hise dhe vajzave njëjtë si kur t'jambe? Po mu ma mërmenja duhet, në me një anë. Po nanën tjetër, ata shkojnë e morën edhe që hisën të burri. Po, a mendon që nesër mas nesër nëse s'është me burrin, me pas hisën të baba? Po, që bëhet keq duhet me pas. Duhet me pas, gjithësysh. A mendon që duhet për prindi me i lon hise, pa e kërku vajza hiç hisën me jep? Kanë thonë për para 2 hise i merë zëne moshkulli, djali një hise qika. Për para, kështu kanë thonë. E ta si ka rëpun, e ta që të sen është. E ti? Vallaj, me Milan duhet, po s'kom shka Milan një shpi. Një shpi, po. Vesh një supë. Po të fakten... Po, moralist. Fakten moralist, po mërë që shuaj, dhe në cili ka... Apo të rëvan sa i knaqën me fëmijët e tu? Vallahi, një 70%. 60-70, ma shumë jasë. Pse, a ka pas rast që t'ka një dhnu na i herë dhe... Po qysh jo, mërë qysh t'i dhojt fëmija sa, dhe fëmija sa u dhët me zvetë. E pse, a jeni na i herë këtë që ki thonë që të e ki bo gabim, djallë jam, nuk banë me po që... I kom thonë shumë herë, po s'pëngojnë. Qikën e kom Gjermani, i ka 7 shpija, se bajat ku 7. Këtu e ka një, se bajat nësa i dalë, a që e një, po në të minë. Ja këshyri o burën, ja kositi, ja nërici, ja vaditi, ka pris krejt. Une, 50 erës me qenë mujtë. E pësa? As 3-4 mujtë shme qenë. Ta e bën për... Une e bojnë se e kom qikë. Normalisht. Ajo son student dhe me qua 7 shpija i ka, i merë 30 me herë me sigurinë mujtë. E qështu? A i ki lip na i herë me thonë? I kom lonjë 2 herë atër i kom thonë, ani, po, bëllëm shku në deti, thana, po vjen. Tha se asë me juve në deti. Po të pakten me thonë që meri që thoma se s'më në shpajnë. Shku, tha këtë këthejmi, po t'japi parë që ka një në banjë, të katë. Tha shani. 2-3 herë ju thash, këna arru, shku në gjë. A ka me të pikë marak se se... Po shani, zot po më vjen një natë, se jo në pare kanë të mjetë, për i mene, po... Dëkysh fjallë është pak, edhe vladë është fjallë e rane e gjatit. Normalisht që thonë ta ju dhënë zemre. Po, pasha zot, nëse... E me djemë sa i e knaqë? Mirë, që ato sa e kom Gjermani, mirë është shumë. A për ndimaj? Edhe që një shajë me ta, s'kom nevoj, i kom më në. Këtë që i të shanë këtë punën të që të në varash ka e kanë 800 euro muj, njënë është i do me e kanë 3 luftat, edhe invalid merë edhe për invalid edhe kështu shë rrunë me një vend. Dhe më thonë vish një vajzë paske? Jo, 2. Edhe aja ka shku, po hala së drejtu. Edhe ajo, a për të regon, a ka pas, me cilin një ma i lidhën për i fmive? Pasha zotin, cili ta kupton kjo ma i urtë që këshon këtu, ma i këthishëm. Aja tjesë ka është pak ma kështu, a ma i mirë është aja. Ma i drejta? Ma i drejta e shumë. A për të regon, atë ka ndollë halo hakesh, a me ndonë që... Jo, halo jo, një herës kom pas nevoj qaqë, kom 2000 herët njëtë që i kom do kapak kështu për pensionit, ka 100 herë i morë, mi pasha një zërë po me një kërta. E pëse qikat nuk po thojnë, babë, gjithë muj kena me ta lidhë, Vëllohi, nuk dën, diska o nërvëzu në muë, diska një... A ki boti na i sen që ki... Pak, ka diska, pak, po nuk një be para baza ja. Unë i kom 70 gaboj, nashta ku më ditë sa herë... A me në që e ki dhune, nashta me na i fjallë, i kam betë? Jo, me qëtër sen diska. S'do të si kom bo kur që asaj personalisht. Qëtër kon diska në kom fjallë. A një a ki diska me i thonë asaj publik? Ja, vëllohi, s'kom shka me i thonë sen, për një ta e në ta vazhdon jetën e vetë. A je i martuna, e ki bashkëshurta? E kom. E kom bashkëshurta. Bile për momente në Gjermani, ka shku që një javë, ka me në 3 javë, të qikat edhe të djali, po, qështë. E askis kur gjo me i thonë vajzave të pak... Vëlloj, i përshëndes, i uroj, inshallah pun të marë, jetë marë, shnetën. E ti pëse shkobe në Gjermani? Më kanë lutë, vëlloj, bilohi, që ka vogël, hajde, gjali, hajde, sunri, një javë, jam konë 10 herë, një javë, jam su qëtu nga zep. Qështu jam su nga zep? Gratë qajnë para martesës, ndërsa burrat
pas martesës. Po trahtojnë ata budalët, ata trahtojnë ata që s'janë vetëdijshëm, s'u nolur kejt rinin. Rini mos trahtoni se keni trahtu vetin, mos gënjeni se keni gënju vetin, mos u bëni budall se keni me mashtru mas pari veten e juj. Une jam mes me punuar më sheftas, mes me trahtue, as artistat, as qytetarët, si marrin gratë me veti, i lanë të shtëpia. Apo mendon që rrjetet sociale po ndikojnë te rinia? Po mendoj edhe shumë ndikojnë rrjetet sociale në rini, duhet mirë t'jenë të përgatitura, ta dinë çka po folin, t'jenë profesionaliste, t'jenë shumë nivel duhur për me prit nga rinia. E çfarë mendimi ki për çiftet e reja që po ndohen? Për çiftet e reja po ndohen është demokracia, apo kupton? Apo mendon që po ndikojnë pak rrjetet sociale? Jo, për ai njeri që është i formuar pak edhe pjeket edhe dashurohet edhe martohet edhe fejohet, ai nuk duhet, ai duhet ta njeh partnerin e vet, mirë, ta njeh veten mas pari, kush është, si është, tani edhe partneri, se një njeri që se njeh veten e tia, ai se din çka është partnerja as rinia. Cila është mosha ideale për martesë? Allaj mosha ideale, tash dikush po martohet fëmijë hesapi, po lojna kështu avantureske, por unë personalisht jem martuar moshën 24 vjeçare. 24 vjeç? Po. A sipas teje, a është më mirë më martu 24 vjet apo më shumë? Po shef, janë disa obligime, unë kom provuar që në moshën 24 vjeçare nuk është bashkë moshë e pjekurisë për martesë. Do të ishte ndoshta më mirë, pak ma i pjekun me konsu. Ne kum pa vetën që si shakon bashkë i pjekun për martesë. A mendon që mosha nuk e pjek njeriun? Jo, mosha e pjek njeriun, vetëm mosha edhe koha e pjek njeriun, nëse do në mu pjek, nëse s'do mu pjek jetë paloshke bardhë, e pa pjekur, që s'hahet hiq. Çfarë mendimi ki për këta burra që po i marrin 2 gratash? Për mendimet i marrin edhe 3, nëse i marrin në mënyrë të rregullt ligjore, apo kupton edhe kanonore, ju takon e rifa, vjen zot, i marrin. Ti ai marr 2 gra? Unë nuk du me mbet personalisht, a 2 a 3 nuk jap më komente, apo kupton, për jetën time personale, se pas ke marrë vesh diçka. Që po më pyeti mua. A je pro? Jo, nuk u marr vesh për të vesh. Jo. Unë jam mes me punuar më sheftas, mes me trahtue, se trahtia vjen deri te ndamja, deri te keqja, deri te gjitha. Po ashiqare. Tash po folin, e kum pas dhoni fare interviste. Çfarë interviste, se nuk... Nëse nuk ka kaluar, nuk mirëna me të kalume, e kum dhoni atë interviste, pse? E kum dhoni për arsye se politikanët, artistat tonë, njerëzit tonë, sinqert, po kërkojnë shumë nga gratë jenë sinqerta, po vetë s'po jenë sinqert. Po punojnë më sheftas gjitha. As artistat, as qytetarët, as njerëz që i shofun edhe një me emër si marrin gratë me veti, i lanë të shtëpia. Kjo është diskriminim. Pse janë, unë i kom pyet edhe ata pse, ti po më pyet mu pse. Pse ata janë që dojnë më sheftas. E kush është më sheftas punon, është jo ligjore edhe sjell pasoja shumë trauna në familje. E apo na tregon edhe neve qatë historinë që ko ka bo e madhe, te dina paka shumë. Ja, historinë e time mon nuk e tregoj se po e keq përdorin. E kush e ka keq përdor? Pse e kanë keq përdor? Ne kanë përdor mediat, unë jam kanë shumë i sinqert, apo kupton, shumë i sinqert, unë e di çka i them rinisë, unë e di çka i them tjerëve. A je ndiku ti prej asaj interviste që e ke? Jo, nuk e ndiku se unë nuk di bash hiç. Paspore nuk jap, a di kështu, paspore kanë thonë Jugosllavisë tash tek këto erët nuk ja përkërkon hiç, unë e foli ashtu që është, po s'kam nevojë mu prezentu tjetër. Cili shkon mesazhet për rinin sot? Rini, thoja këngës më të bukur që ti, thoja këngës sate që të vloni gji, në zërgëzimin tonë të shpërthej me vrull, mos e frena këngën le të mori ull. Rini, shiqo, me mirë, përpara se gratë, qajnë para martesës, ndërsa burrat pas martesës. Këto besoj. Burrat mas martesës? Pse
pendohen. Se pendohen se po kanë zullon për i grove? Jo, nuk thonë për i grove, po edhe gratë kanë zullon për i burrave, edhe burrat për i grove kanë zullon, nuk thonë. Si, a e ke nuk lëndu është na herë shprehjen. grupen tone? Une nuk e kum lëndue, kur as nuk e lëndoj, une veç i thëmë, që kjo është rruga drejt. Që kjo është rruga drejt, nuk e lëndoj se e lëndoj vetin. Këtu duhet vetëm besimit jetë nivel. Besimit. Pa besim, as nuk martohet, as nuk jetohet, as nuk bën çto. Rana është shkaktari i gjithat këqija. Rana, kur të fillojsh me ranë, se me rana këtu po fillojnë. Edhe bizneset, edhe të gjitha, edhe me rana përfundojnë. Edhe dashuria është ashtu, nëse nuk fillon, nuk është dashuria sinqert, më mirë mos të filloj. E pse pundohen shumë që ta është i qenë? Pse nuk janë të pjekun, nuk janë të vendosur, nuk janë ditur, janë ignorant, lirin e donë veç për vete, jo për tjertë, lirin do të nësë me acenu askujt. Ai që e donë lirin edhe njef lirin drejtat themelore të njerëzit, ai e respekton mas pari veten, kur ta respekton veten, nuk ka me e mos respektu tjetrin. Respekti është reciprok. Për rinin është mesazhi jam. Mas pari se unë kum jetuar në mërgim, në gurbet. Mas pari ja u bëj thirrje mërgjimtarëve se kum shkru shumë. Mërgjimtarë të nderuar, ktheni në vend të juaj, se në vend të huaj nuk ka mundësi, as dielli qielli të vendi huaj nuk ka mundësi. E idht është buka ku të afërmin farefisin tënd nuk e ke. Mërgjimtar, kthenu sa më parë, rini mërgjimtare, martonin mes vete, martonu vetëm me shqiptar, me origjinë shqiptare, mësonu edhe jetoni. Bëhem një popull i madh që e meriton që shoh historia jonë. Çfarë mendimi ki për rinin që po elçojnë vendin tonë, po dalin jashtë? Jo në gabim. Çka ju kishe thonë ti kthen? Jo, kisha thonë drejtësinë. Edhe gjendjen ekonomike me kërku vetëm këtu nga qeveria. E kemi kërkuar ndërkohë nga të hujt pushtust edhe kemi fituar. Tasht, me lshu venin, shtetin ton, me shku e me hangër bukën e huj, haram u koft. Kërkone këtu lirin, kërkone këtu demokracin, kërkone drejtsin, kërkone gjitha këtu në vendin të huj, se në vend huj nuk je i huaj, muhagjer, gjithmonë kemi mbet i huaj. Çfarë mendimi ki për këta djemë që po vinë për jashtit me kirre të mira? Këta ta po fryhen nga pak, se unë tri janë, s'jafsha shumë për të madhe, po jo mu fryhe, a di kështu. Mua s'm ka majten, mua nuk ka bë për shtypje kur, kum pas i ri, po kum fitu veturën, kum dha provime këtu në fakultet edhe atje në Zvicër, po kur je bardh këtu e kum shef veturën, se profesori jam që dha ke mësim, e kesh një fi që atëherë e une kerin Mercedes Amerikan, ju thëksha shokëve të mi, ta përkaj qëtu, mos shkoj të fryhna, se ka me hynë provim taj. Tash s'fryhen heq, s'ju vje kënë heq, nuk i respektojnë profesorët, mësusët e tjerë, sukur i kemi respektuar për para. Akima? Çfarë mendimi ki për këta që po martohen me gjermonka, italiane, me të huja, me shqiptare? Nuk është taj farë. Nuk është taj farë tragedike, se kërën. Edhe popuj tjerë kanë kulturat ndryshme. Do të thëtë mas pari me kultivu gjuhën edhe kulturën tonë. Nëse ti e merë një të huaj edhe me kështu e kthen në gjuhën edhe kulturën tonë, po e merë edhe kulturën e saj, tati ose tati, edhe të fishohen kulturat, gërshetohen kulturat, është gjaja ma e mirë, jo mu asimilu. Mes me asimilu as ato që e merë, e po kupton? Po as vetë mos asimilu. Asimilimi është gjanë e humbun, jenë asimiluar shumë popuj, edhe integrimi ma që po integrohen disa atje, e po kupton? Është një asimilim me një mënyrë tjetër. Unë, fëmijët e mi, në Zvicër, nimpat e mesa tash i kam atje, mas pari gjuhën shqipe, ja u kumësue, edhe tani janë shku në shkollë. Do të me kultivu mas pari gjuhën amtare, se nëse nuk e ke një gjuhën të përcaktume, je i humbun, si krypa në det. Cili shkon mesazhi yt për rinin që po tradhtojnë? Po tradhtojnë ata budallët, ata tradhtojnë ata që s'janë vetëdijshëm, s'u nolur këtë rinin.
Për cilën rini? Sa u kishe jepti? Rini mos tratoni se keni tratu vetin, mos gënjeni se keni gënju vetin, mos u bëni mashtrus, mos u bëni budall se keni me mashtru mas pori veten e juj. Rini, hapni syt se kur ma mirë si mikon, qilni syt, punoni për atë dheu edhe liria edhe drejtësia nuk blehen ato fitohet, sikur i kemi fituar.